Pas një plagosje të rëndë me armë zjarri në kokë, 6 vite më parë, Enver Karaj, 57 vjeç, humbi shikimin. Që pra asaj dite, jeta e tij dhe familjes është kthyer në një përballje të vazhdueshme me vështirësi dhe mungesën e mbështetjes. Në një rrëfim për Vision Plus, bashkëurtja Enver Karajt e dëshpëruar thotë se ndihma monetare që ata marrin nga shteti është e pakët, ndërsa të dy bëjnë dhe një apel. Çdo ditë që në mëngjes deri në darkë jeta e një njeriu që nuk shikon është shumë e keqe. 120.000 lekë që mund të marr një verbër sot në këtë ditë nuk të del as për të marrë një Tajlan hot për grip, jo për gjë tjetër më. Mund të më shkoj gati ke 120.000 lekë vetëm ilaçe. Të paktën dhe këto të kenë një pagesë, një pak që për nevojat e veta. Lutni që edhe pagat të ngrehet pak. Sa është e ulës me del. 15 tetori është dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë ndaj dhe shoqata të verbërve të Shqipërisë. Zhvillon një marshim sensibilizues për të treguar rëndësinë e Shkopit të Bardhë si simbol i pavarësisë për të verbërit. Sipas anëtarëve të shoqatës, prej më shumë se një dekade, komuniteti të verbërve po përballet me mungesën e mbështetjes institucionale. Fatkeqësisht që nga viti 2009, pagesat për qytetarët e verbër nuk kanë pësuar asnjë rritje reale përveç faktit që kanë pësuar inflacion. Një protestë paqësore u mbajt edhe para Bashkisë Durrës nga anëtarët e shoqatave që përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara të shikimit. Sajmir Farrici, presidenti i shoqatës Shpresë për të verbrit, theksoi se personat e verbër përballen çdo ditë me mungesë infrastrukture të papërshtatshme dhe me vështirësi në lëvizje të pavarur. Ajo që na shqetëson më shumë është se edhe pse është miratuar ligji që askush të mos ngelet mbrapa nga personat me aftësi të kufizuar, ne nuk kemi asnjë lloj përkraje, asnjë lloj mbështetje nga Bashkia e Durrësit, as edhe nga qeveria shqiptare. Jemi 6 vite pa zyrë, jemi pa mbështetje financiare, jemi pa asnjë lloj projekti të fituar, edhe pse ne kemi dërguar projekte pranë Bashkisë për të implementuar ato projekte, sidomos projekti për Shkopin e Bardhë. Shoqata kërkon nga qeveria rikthimin e shërbimeve publike për të verbrit, rritje të asistencës, si dhe mbështetjen e personave të verbër për të integruar në tregun e punës me pagë minimale.